Ky është bashkëpunëtori im për sot. Dyson. Unë e përdor Dysonin në përditshmërinë time, duke qenë se jam bjonde dhe Dysoni është arsyeja e vetme që flokët nuk ti djeg dhe duken të shëndetshme. Shife mam, ka një fuqi motorike shumë të mirë që balancon temperaturën që ty mos të digjen flokët. Quhet tharsja e luksit. Fik suki. Është kjo furça mam? Kjo është për volum. Kjo është për t'i tharë drejt. Ka dhe drejt dhe tharë dhe shtrëmbër, Kjo tharse është parukjeri personal. Çfarë thua? Se me atë tharsen që thua ti, duhet ndihma parukjerit. Kurse me këtë mund t'i bësh vetë, je parukjeri vetes tënde. Çfarë thua, ma? Çfarë thua? Dhe këto janë ato që më nevojiten mua për flokun tim të shkurtër. Okej. Unë do t'i bëj këto për këtej në fakt, që të më rinë anën e kundërt. Ta shofman ku sa bukën. O mam, veti bunde na mbrapa? Po mam, kjo është ideja. Komoditeti Dyson. Këto janë flokët e mia, made by Dyson. Ja një të kaluar kështu mbrapa. Bukur? Ylli mamit. Si kam këtej? Ylli mamit. Lena. Pra, kjo është kreja ime, kjo është mënyra se si unë i bëj flokët gjithmonë me Dyson, mos harroni që Dyson të mbaron punë. Parukjeri juaj personal.